Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. E kam nisur me ngjesin, me fara kungulli. Dhe ajo që do bëj është do bëj një dush shpejt e shpejt tani. Do më duhet të shkoj pak tek Zara, sepse do më duhet të ndroj një palë pantallona. Pantallonat nuk është më pëlqeni shumë, prerje është shumë e bukur, copa pak e trash, nuk besoj se do bëni për verë, ndoshta për këtë kohë tani po, edhe për në vjesht. Por nuk më pëlqyen fare, nuk më shkonin, zero. Ishte një ngjyrë e verdhë, por nuk mund të them ngjyrë limoni, ishte pak më e ndezur. Nuk e di, do shkoj me çfarë do t'i ndroj, por herën e kaluar kur bleva pantallonat, pash një xhaketë të bardhë me ca pupula. Unë e kam edhe ngjyrë roza të xhaketën, por e kërkoja atëherë të bardhë, nuk ishte. Tani është heq ngjyra rozë dhe kanë sjell të bardhë. Domethënë, dhe kështu që dua që ta marr, është shumë si prerje, është e lezetshme. Dhe nuk e di, të shikoj një herë, do marr atë apo do marr diçka tjetër, por që asaj ja kam vënë syt, siç e pat, vlogun e kemi fillu, me thënë videon, me një pjesë të shtëpisë që është bërë një video para një muaj apo një muaj e gjysmë nëse e mbaj mend. Tani është shumë ndryshe, do me thënë sot që unë po flas, është shumë ndryshe sepse kanë ardhur gjitha. Janë vendos të gjitha me bankon që është plak me granit, do thoja, teknogranit, me furrën, me gjitha me lavasteviljen, lavatricën e pjatave ose pjata Larsen. Dhe prap më duhet që të kaloj prap tek shtëpia sot. Do kaloj sepse ka akoma punime jashtë. Unë në fakt sot do shkoj, por besoj se diku nga darka, nga masditja, ato që mund të filmojnë, çunat mund t'i pastrojnë, sepse pjesa jashtë do vetëm pastrim, është një pjesë e vogël që të hidhet beton, gjithashtu është edhe pjesa që do të vendoset pllakat që janë për jashtë. Domethënë do bëjmë një pjesë për ta shtruar me pllaka, patjetër se s'do ta lë me beton. Proces pune është një pjefatmirë bashkë me kushërinë e tij. Edhe shumë pak fare kam për të filmu, se është rëmu jashtë, është vetëm për të pastruar. Fillojmë ditën, bëhemi gati, bëjmë dush, etj. Dhe nesër do të jemi bashkë.
Po ecim më? Po pse po se sjell 4 lugë? Për 4 veti me? Edhe erdhem në fund të videos, kam vesh këtë trike në trash gjithlesh, sepse na uftof koha. Do me thënë, nga 23 më duket që ka qenë 22-23 gradë, ullën temperaturat e kanë shku 12 direkt, dhe këtu afër fare, me sa di, në vendet malore këtu afër, ka rënë borë. Pra, imagjinoni që unë do isha marrë me garderobë për t'i vendosë të gjitha këto të trashat sipër e të zbrisja verore. Në fakt, këto gunat e trasha palltët nuk është që do më hyrë shumë punë, sepse kam edhe këto xhupat pranveror, G-boxat që kanë dalë tani, që janë si tip kadif ose velvet, dhe ato do mbaj më tepër. Them që do një ditë tani afër edhe mund të merrem pak me garderobën, por nuk besoj se do kem shumë rrobe, pak fare, pjesën më të madhe do ta dërgoj në Shqipëri, siç e dërgoj gjithmonë. Kështu që do të shihemi në video tjetër në next video, edhe unë me kafe turke që e kam pirë gjysmën. Shihemi në video tjetër, bye bye, mirëpafshim.